Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku trileçe, të cilën mund ta përgatisni për festën e Bajramit apo për çfarëdo rasti për familjen tuaj. Trileçe në këtë rast do ta përgatisim pa mikser dhe të gjitha masat për përgatitjen e trileçes do të jenë me filçan dhe me lugë për ta pasur sa më të lehtë përgatitjen e kësaj ëmbëlsire në familjen tuaj. Zakonisht kur përgatis trileçe, mundohem që ta bëj recetë sa më ekonomike, në mënyrë që të gjithë ju të mund ta përgatisni në shtëpinë tuaj, e sidomos këtë herë që është dhe festa e Bajramit. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim kekun ose padispanjen që na duhet për trileçen. Përpara se të nisim me përgatitjen e trileçes, mos harroni të hapni furrën dhe ta lini që të nxehet në 150 gradë Celsius. Dhe tani në një tas unë kam shtuar 4 kokra vezë dhe tek vezët kam shtuar edhe një filçan kafeje me sheqer, ose e thënë ndryshe edhe 5 lugë gjelle me sheqer. I trazojmë tani vezët me sheqerin duke përdorur një tel dore. Vezët dhe sheqerin do t'i rrahim me telin e dorës derisa të shikoni që sheqeri ka filluar të tretet dhe gjithashtu të krijohet një pjesë shkumoze tek vezët. Në total mund t'i rrini rreth 2 ose 3 minuta dhe kur arrini në këtë pikë, pra që në pjesën e sipërme të krijohet një masë shkumoze si në video, në këtë pikë tani tek tasi do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Do të shtojmë edhe një filxhan kafeje me qumësht dhe një filxhan kafeje me vaj, ose e thënë ndryshe 13 lugë gjelle me qumësht dhe 10 lugë gjelle me vaj normal. Tani të gjithë përbërësit i trazojmë sërish bashk dhe më pas do të shtojmë tek tasi edhe mielin, që në këtë rast unë kam shtuar 10 lugë gjelle me miell. Mielin e kam shtuar duke situr pjesë dhe mos harroni të shtoni gjithashtu edhe një lugë gjelle me baking powder ose pluhur fryrës që përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave. Të gjithë përbërësit trazoj mirë derisa të formohet një masë homogjene. Keni parasysh që masën e kekut që formoni të mos e rrini shumë, thjesht përbërësit të përzihen mirë me njëri tjetrin derisa të mos ketë më kokrica mielli. Dhe tani të gjithë masën e kekut që kemi përgatitur do ta hedhim në një tepsi të lyer më parë me pak vaj ose ku mund të keni shtruar një letër për pjekje. Dhe më pas tepsinë e fusim dhe tani padispanjen për trileçe do ta lëmë që të piqet për të paktën 25 ose 30 minuta në 200 gradë Celsius. Dhe pas 30 minutash padispanjen e keni gati, por sigurisht pjekja varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Tani do ta lëmë për të paktën 1 minutë që të pushojë dhe më pas ashtu siç e keni direkt sipër do t'i shtojmë edhe qumshtin. Në total për këtë recetë unë përdor 1 litër qumësht. Unë nuk përdor 3 lloj qumshti. Kam shumë kohë që e përgatis trileçe në këtë mënyrë dhe më besoni që del fantastike edhe me këtë metodë, madje nuk del as shumë e ëmbël dhe nuk ju vel kur ta hani. Tani pasi e keni hedhur qumshin trileçes, do ta lini që të pushoj, që ta pi të gjithë qumshin që ne i shtojmë sipër, mund ta prisni në forma, duke qenë se në këtë rast pjesën e kekut e kemi përgatitur duke përdorur një tel dore. Ta vini re që pasi piqet keku në pjesën e sipërme mund të fryhet pak më tepër në mes nga pjesët anësore. Nuk ka asnjë problem. Atëherë pjesën e mesit ja kam prerë pak, duke e bërë të gjithë pjesën e sipërme të trileçes të njëjtë. Dhe më pas sipër mund të shtoni edhe karamelin. Unë në këtë rast kam përdorur karamel të gatshëm, por sigurisht ju mund ta përgatisni edhe vetë në shtëpinë tuaj. Në kanalin tim kam shumë receta të përgatitjes së karamelit në shtëpi, qoftë karamel duke përdorur krem pana ose hoplla, ose duke përdorur recetë ekonomike, duke përgatitur karamel me ujë. Pasi shtoni salcën e karamelit sipër, e lini trileçen që të pushojë mirë. Edhe më pas, trileçen e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Si që thash, unë këtë ere kam përgatitur për festën e Bajramit, por ju mund ta përgatisni
për çfarë do lloj rasti që keni në shtëpinë tuaj. Është një recetë që të gjithë e pëlqejnë, përgatitet shumë kollaj siç e patë edhe vetë, pa lodhje fare dhe në fund përgatisni një ëmbëlsirë fantastike. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.